Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Edhe një pamje, edhe një sekuencë me plot mërzi e pikëllim nga toka e bekuar e Shamit, nga toka e bekuar e Palestinës, konkretisht nga Gaza. E kemi Mahmud Kerwana, një djalë i ri, i cili u sprovua me 25 mars 2025, ja vron gruan edhe fëmin. Që një muaj mas, dje ose par dje, të vritet edhe ky. Edhe vorimi i gruas edhe vajzës së tij pat një jehon të madhe në rrjetet sociale. Ai aty thot, ne shpresojmë që kanë qenë të devotshëm, pasi që kanë falë namazin, e kanë agjëruar Ramazanin, edhe agjërushëm ka shku te Zoti. E na jemi dëshmitarët e Zotit në tokë, dëshmojmë për atë që shohim. E inshallah iftarin e bëjnë xhenet për hershëm atje në ahiret. Njëri imam xhamie, mësues Kur'ani, hatib, shok i ngushtë me një gazetar i cili edhe ai ra dëshmor, që edhe ky pastaj vetë të bie dëshmor. Edhe në rrjetet sociale shkojnë njerëzit thot Gaza, sikurse gjithë banorët e Gazës janë xhenaze, që presin radhë të e përcjell njëri tjetrin. Sot shkon ky e nesër ai. Këto janë pamje që gjithë zemrat normale shkrihen nga pikëllimi dhe mërzia. Dhe normalisht janë masakrat vazhdueshme që vazhdojnë. Janë që nga fillimi i luftës së fundit në Gaza janë regjistruar mbi 12.000 masakra. Nga regjistri i librit Amz janë fshi 2.000 familje krejt. Baba, nana dhe krejt anëtarët e familjes janë zhduk, janë vra. Kjo është Gaza. Edhe këtu në Gaza ndodh edhe kjo. Ky bashkë me shokun e tij këndon një poezi ku atje thot kështu: nëse një ditë nuk takohemi në këtë dynja, nëse neve na ndan gota e vdekjes, shpresat i kemi se do të takohemi përsëri në xhenetin e përhershëm. Atje ku do të shmallet secili me atë që i ka mungu dhe lam të mirën ja ka thonë. O vëllezër besimtar, të nderuara besimtare, kjo është Gaza, që kërkon prej nesh vazhdimisht të flasim për Gazën dhe masakrat që ndodhin atje. Për këtë gjenocid që bëhet live stream, emetohet 24/7 dhe çdo ditë na e shohim atë që ndodh atje. Shkatrohet infrastruktura, shkatrohen ndërtesat, vriten gratë, vriten fëmijët, shkojnë një pas një gjithë anëtarët e një familje, shkatrohen shkollat, shkatrohen xhamit, vriten edhe kafsht, edhe nga uria, po edhe nga bombardimet, s'ngelet asgjë aty gjallë. Vazhdojmë të flasim për Gazën, vazhdojmë të flasim dhe të ngrisim zërin kundër agresorit sionist, kundër këtij populli i cili bën të shkatrime dhe masakra ushtrie e këtij popullit për këto gjenocide dhe masakra që ndodhin. Vazhdojmë të bojkotojmë produktet e kompanive që i përkrahin këto masakra dhe këtë gjenocid. Vazhdojmë të rreshtohemi në anën e atij që i bëhet zullum dhe të flasim kundër zullumçarëve dhe të gjithë atyre që i përkrahin zullumçarët, me lutje dhe shpresë që kjo të mos i ndodh askujt në botë, jo vetëm muslimanëve, askujt në botë. Dhe Allah i madhëshëm të ndërhyjë me urtësinë e tij, me fuqinë e tij, me diturinë e tij e ta ndalë këtë masakër që ndodh atje. Edhe të mjaftojnë këtë dhimbje dhe pikëllime për ata banor, por edhe për ne që jemi larg, mirëpo zemrat dhe mendjet tona vazhdimisht janë me ta. Janë pamje rënqethëse, janë pamje trishtuese, nuk mund të rinë indiferent askush, andaj na insistojmë me i përcjell këto pamje dhe këto skena dhe këto ndodhi tek ju të dashur shikues, që të vazhdojmë na me duatet tona, të vazhdojmë me dhimbjen tonë, të vazhdojmë me pikëllimet tona, të vazhdojmë me përkrahjen morale tonë, të vazhdojmë me bojkotin tonë, të vazhdojmë ta kemi temë ditore këtë që ndodh në Gaza, që gjithë ne me këtë kontribut minimal të përfitojmë shpërblimet e Zotit për këtë kujdes që kemi ndaj tyre dhe inshallah taala
pranohen lutjet tona dhe përfundon kjo katrahur atje, këto masakra, ki gjenocid, e inshallah taala e fitojnë lirinë, e triumfin dhe fitoren e madhe për këtë durim, për këtë qendresë, për këtë sakrificë marramense që ata e bëjnë sot. Mahmud Kefarne, i riu Gazevit, i cili e përcolli fillimisht gruan dhe fëmijën e vet, e pastaj u bë bashkë edhe ky me ta, inshallah taala gjithë janë këto banorë të xhenetit. Allahu i mëshiroft të vdekurit, i pranoft dëshmort, i shëroft të plagosurit, e inshallah taala atyre u jep fitore të mëdha dhe gjithë neve në raton zemrat me lajme të mira për këtyre vendeve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.